Territori shqiptar për datën 15 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me reshje të dendura shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga reshje të përhapura ndërsa në disa zona priten intervale me reshje më intensive. Pasditja vijon me reshje shiu dhe vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave dhe reshjeve. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius.